Në vitin 1990, vetëm 4 shtetas shqiptar humbën jetën në aksidente rrugore për arsyen e thjeshtë se fare pak automjete qarkullonin në rrugët e Shqipërisë atëherë. Me liberalizimin e përgjithshëm të vendit, u shtua në mënyrë eksponenciale automjetet që qarkullonin në rrugët e Shqipërisë, e përpasoi edhe vdekjet rrugore. Kulmi i vdekjeve rrugore u shënua në vitin 2010, plot 352 shtetas humbën jetën në aksidente rrugore. Vim në ditët e sotme, këtë vit teksa numri i automjeteve të regjistruara me targa shqiptare ka arritur shifrën 1 milion, sa trefishi atyre të 2010-s, numri i vdekjeve rrugore është përgjysmuar. Le të shpresojmë që të mos ndodhë ndonjë ngjarje e jashtëzakonshme rrugore deri në fund të këtij viti. Sidoqoftë, ky përmirësim i jashtëzakonshëm i sigurisë së jetës nëpër rrugët e vendit fshe një problem që nëse zgjidhet na barazon me mesataren e BE-s. Gjysma e vdekjeve rrugore këtë vit në Shqipëri janë ndërkalimtarët, biçiklistët, motopatinistët dhe motociklistët. Në Bashkimin Evropian, vetëm 20% e vdekjeve rrugore janë në këtë kategori të përdoruesve të rrugëve. Nëse do të kishim edhe ne një përqindje të ngjashme, do ta kishim në nivelin e BE-s treguesin e vdekjeve rrugore për miliona automjete të regjistruara. Një zgjidhje afatshkurtër e këtij problemi mund të jetë shpërthimi i kodit rrugor për të gjithë përdoruesit e rrugëve, si përkalimtarët, biçiklistët, motopatinistët dhe motociklistët, ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve që i vrasin ata. Një zgjidhje afatgjatë pas shpërthimit të kodit rrugor do të ishte zhvillimi i fushatave publicitare në media nga Ministria e Brendshme, për të rritur ndërgjegjësimin e popullsisë se zbatimi i rrept i kodit rrugor të shpëton jo vetëm kuletën, por edhe jetën.